sportit Andi Metaliaj, të cilin e falenderoj shumë që është në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Një koment të parë do doja për skuadrën e Shqipërisë, por po ashtu edhe për atë të Kosovës. Si të duk në pamje të parë? Në fakt, neve edhe si gazetarët si tifoz do të na duan ora apo ditë për ta kapërdirë këtë zhgënjim, sepse ishim shumë pranë në kualifikimit dhe në një farë mënyrë ne e dhuruam ja dhuruam vetë fitoren në Polonisë. Domethënë kishim të paktën 2 raste shumë të pastra, të cilat nëse ne do t'i realizonim, do ta mbyllim shumë herët ndeshjen. Pra, ato raste të humbura u dhan atë moralin skuadrës kundërshtare për të kërkuar përmbysjen dhe ja arritën. Por nga ana tjetër, fitoria e Kosovës na ka kënaqur shumë dhe si thua na mban të angazhuar emocionalisht në këto play-off-e të botrorit. Pra, na gëzon shumë dhe kualifikimi i Kosovës me atë rezultat spektakolar dhe me spektaklin e dhënë në Bratislavë. Pra në një farë mënyrë kemi një përzierje emocionesh, zhgënjim për kombëtaren shqiptare dhe shumë lumturi për atë të Kosovës.